Gjergji Nika, kandidat I pavarur për kryetar në Bashkinë e Vlorës, votoi rreth orës 11 në qendrën e votimit pranë shkollës 24 Maj, shoqëruar nga familja e tij. Kandidati Nika tha se kjo është një ditë e rëndësishme për qytetarët e Vlorës dhe se po ashtu është shumë e rëndësishme që vota e qytetarëve të jetë saktë, masive dhe pastër. Kandidati I pavarur theksoi se zëri I tyre duhet të dëgjohet. Unë ditën e sotme është një ditë shumë e rëndësishme për qytetarët e Vlorës, pasi ne në këto 2 vite qytetarët e Vlorës kanë ndruar 3 kryetar bashkie dhe jo më kot kemi ardhur në zgjedhje dhe I ftoj të gjithë qytetarët e Vlorës që të dalin nga shtëpitë e tyre, të votojnë masivisht. Është shumë e rëndësishme që vota e tyre të jetë e saktë, e pastër dhe është zëri I tyre që duhet të dëgjohet ditën e sotshme. Nika foli edhe për interesin e ulët nga qytetarët në këto zgjedhje, duke theksuar se është një bojkotim I klasës politike që këtë të diel do të marrë një leksion dhe se është hera e parë që Vlora do të prodhojë politik. Nika ka garantuar qytetarët e Vlorës se vota e tyre do të lexohet me ndershmëri dhe se çdo kush që cënon do të përgjigjet ligjërisht. Interesi ka qenë I ulët, ashtu si unë e kam shprehur në të gjitha intervistat që kam dhënë, do ketë një bojkotim të klasës politike. Klasa politike sot do marrë një leksion dhe leksioni do fillojë nga Vlora. Sot do jetë herë e parë që Vlora do prodhojë politik. Aq më shumë kam edhe një kërkesë tjetër, unë ja u garantoj të gjithë qytetarëve të Vlorës që vota e tyre do lexohet me ndershmëri dhe të gjithë ata komisioner ose numërues të cilët do vijojnë në pjesën pas pjesës së votimit do përgjigjen me çdo mjet ligjor përpara ligjit në qoftë se vota e qytetarëve tjetërsohet. Kam informacionet e mia që pas orës 1 ose 2 të drekës, të gjithë patronazhistët, të cilët po patronazhojnë votën nëpërmjet punësimit, duan që t'i nxjerrin të gjithë ata të pjesë të administratës t'i nxjerrin nga shtëpia me dhunë, po u themi, po me dhunë psikologjike që të dalin të votojnë për kandidatin e tyre. Absolutisht administrata e ka braktisur dhe ju do ta shikoni që e gjithë administrata dhe ata që do vjen ta votojnë do ketë një vot kundër, sepse do jetë një vot kundër këtij sistemi dhe do jetë një vot e cila me të vërtet duhet jetë e tillë, pasi kemi parë në këto 2 vite çka ka ndodhur me Bashkinë e Vlorës. Gjergji Nika, kandidat I pavarur, thekson se ka hyrë për të fituar në këto zgjedhje. Unë kam hyrë për të fituar, ju e keni parë që pavarësisht presioneve politike, unë jam regjistruar me një vendim gjykate nga kolegji zgjedhor. Presionet politike kanë ardhur nga të dyja palët, pasi e kam shprehur dhe më përpara. Ka qenë një garë e identifikuar me kandidat të identifikuar në mënyrë që ata e kanë ditur që pjesëmarrja do jetë e ulët. Unë ju them që me këtë ritëm pjesëmarrja nuk do ta kalojë 15%. Nika ripërsëriti se vjen nga e djathta dhe nga gjithë struktura e djathtë më motivuan të djathtët. Unë vi nga e djathta dhe vi nga të gjitha departamentet dhe nga gjithë struktura e djathtë, aq më shumë që janë të gjithë të djathtët të cilët më motivuan për të futur në këtë garë, pasi nuk e gjetën veten e tyre te kandidati tjetër I cili ishte I imponuar. Kandidati I pavarur ripërsëriti dhe kërkesën që bëri për debat publik me kandidatët. Që unë e kam ftuar 3 herë në debat, duke bërë tag herën e tretë edhe kryeministrin dhe deputetët, kandidatën e Partisë Socialiste për të dalë në debat për diskutuar programin për Vlorën dhe për qytetin, gjithmonë ka refuzuar me sebepin që më përpara debati duhet bëjë qytetarët. Unë I them kandidates Mersini që edhe në qoftë se ajo do jetë fituese pasi e shikoj të vështirë dhe duke u përpolitur, unë ja garantoj që debati me të do jetë në mbledhjen e radhës së Këshillit Bashkiak, ku unë vazhdoj akoma të jem antar I Këshillit Bashkiak dhe kryetari I grupit të PD-s dhe PD-jut. Pjesëmarrja ulët në këto votime, thot Nika, favorizon kandidatët e pavarur. Pjesëmarrja ulët favorizon kandidatit e pavarur, në këtë rast jam unë, pasi dhe administrata do ketë një vot kundër.